Dhe kam vetëm këtë event dhe shumë faleminderit që ishit sot këtu me ne. Faleminderit Aldo që më bën çdo herë pjesë këtyre eventeve, është shumë kënaqësi. A bëjmë një foto aty? Do bëjmë një foto dhe do të edhe diçka. Kisha se ishte fjale për thënë diçka me do pas do kishte diçka dikush tjetër. Sot në këtë aktivitet jo më kot kemi mbledhur persona tanë më të afërt, sepse doja të ndaj lejmë shumë të rëndësishëm dhe premtime të cilat janë të rëndësishme për historinë e shoqatës, dhe duke qenë se është punë do doja që të merrja ekskluzivitetin se më takon në fakt të thoya dy fjalë për historinë dhe të ardhmen e shoqatës. Do kemi plane të gjata me persona që janë sot këtu, plane për zhvillimet e disa projekteve në të ardhmen. Televizioni i TV porritet çdo ditë, disa nga imazhet të cilat janë këtu, përfshirë Kristinën, Roanën apo kushdo tjetër dhe Andin, do kemi bashkëpunime të ardhshme në televizionin ton. Prandaj prezenca e tyre sot në këtë konferencë është shumë e rëndësishme për mua dhe duaj të artokike përsëri këtu. Ardhja e zonës së Tirana Serrani për mua përsëri është e rëndësishme sepse kemi një tjetër projekt për të realizuar në kuadër të integrimit të këtij komuniteti këtu në Shqipëri dhe disa bashkëpunime rajonale për te Shqipërisë, dhe dua prapë një tërturie shumë të madhe. Dhe zoti Ilir Duraj, i cili është avokat dhe ndershmërisht dhe ku ka më bukur se dy profesionistë të vlerësojnë dhe të mbështesin njëri tjetrin, ashtu siç e bëri për zotin Plum, me të dy këta element ligjor që janë shumë të rëndësishëm dhe elementet kyçe të kësaj shoqate, sepse ne ecim vetëm bazuar në ligj. Së bashku me zotin Ilir Mora dhe së bashku me zotin Plum Zallumi kemi përbërë një tjetër projekt që kemi përçuar përpara një kauzë shumë të rëndësishme që është lidhja familjare midis Tiranit dhe Shqipërisë. Dhe ju falenderoj shumë që keni ardhur, dua të bëj një falënderim për këtë ditë dhe për gjithë shqiptarët që janë pjesë e bordit dhe na kanë ndihmuar për çdo realizim projekti, Eltisa, Liria, dhe të gjithë anëtarët të bordit, Ela, Kela, Jeturi, Amarita, Lionela, çdo shqiptar që na ka ardhur dhe na ka ndihmuar në realizimin e projekteve tona, sigurisht dhe Anxhin që i ka dhënë zbukurimin çdo veti. Dhe çdo iraniani, unë nuk kam të preferuar, po do përmend një iranian i cili thotë jam shqiptar nga Burreli, Kalil Ansariani, duar do vitë shumë të madhe. Një njeri që më ka mësuar se çfarë do të thotë ti je i ndershëm, ti je i zgjuar, ti je i urtë, ti je diplomat dhe do të çosh projekte para, edhe të ecësh me kokën lart ashtu siç na ka lezetin e shqiptarëve. Dua një duartëkie shumë madhe për gjithë iranianët. Faleminderit shumë që ishit këtu, shpresoj të jeni përsëri në